themi Dejjali është një krijesë e Zotit që Zoti do ta sjellë si sprovë tokë për njerëzit. Normalisht ai është një prej bijve të Ademit, pra do të jetë njeri, mirë po në një moment caktuar Zoti do ta kthejë këtë njeri në sprovë. Ky do të jetë magjistar si fillim, pastaj do të pretendojë se është profet, edhe më pas do të pretendojë se është vetë Zoti. Mirë po Zoti për të sprovuar njerëzit me Dejjalin dhe për të dalën pa besimtari i vërtet, do të japi Dejjalit disa thonjza mrekulli që janë mashtrim për të. Për këtë arsye, në moment caktuar ai do të urdhërojë qiellin të hedhë shi dhe do të zbresë shi. Në moment caktuar do të urdhërojë tokën që të nxjerrë thesarët dhe do të ndalin thesarët. E kështu me radhë do të sprovojë njerëzit. Profeti thotë, ai nuk është gjë tjetër vetëm se mashtrues. Dhe në ballin e tij e ka të shkruar qafir, pra mohues. Çdo njeri do ta lexojë, edhe nëse është lexues, edhe nëse është analfabet. Pra Zoti çdo besimtari do të japi mundësinë që ta lexojë se ai është mohues, se ai është qafir. Dhe normalisht besimtarët nuk do t'i bindën. Profeti thotë, ai do të ketë me vete zjarr dhe një lum. Lumi i tij është zjarri i Zotit dhe zjarri i tij është parajsa e Zotit. Madje profeti alayhis salam ka thënë nuk ka sprovë më të madhe për popullin tim se sa sprova e Dejjalit. Thot profeti alayhis salam, çdo profet i ka tërhequr vërejtën popullit të tij nga sprova e Dejjalit dhe unë ju tërheq vërejtën juve se padyshim ai do të ndodhi në kohën tuaj. Për këtë arsye dhe profeti alayhis salam në fund të çdo namazi lutej duke thënë: O Allah, më ruaj dhe më mbro mua nga fitnja, nga sprova e Mesiut Dejjal.